janë familje të tëra të shkatruara, kanë shitur shtëpi, ndoshta jo vetëm një familje, kanë shitur dhe me vëllezër e me motra, si pastaj kemi pasur aktivitete që janë bërë në media të ndryshme, mënyrat e GoFundMe. Kjo jo për të parë po themi se ku shkon paraja, po që apo ato po themi edhe reagimet stresuese për të gjithë njerëzit që shikojnë çfarë dhimbje shikojmë ne këtu, është përgjegjësia e gjithëve. Pra kemi nevojë të ngrejmë një mekanizëm i cili mund të jetë në disa forma. Dhe projekt ligji pikërisht këtë adreson, pra nuk është një projekt ligj i nisur vetëm mbi bazën e evidentimit të problematikës dhe të ankesës e thënë në këtë mënyrë, po edhe të propozimit konkret se si të zgjidhet dhe cilat mund të jenë rekomandimet që ne mund të japim institucioneve tona shtetërore, që do të thotë, ose mund të kemi një buxhet të dedikuar, një mekanizëm i cili është më i shpejt për rastet të cilat janë përjashtimore. Pra ne bëjmë një vlerësim të brendshëm të sistemit tonë shëndetësor dhe e dim shumë mirë se çfarë sëmundje nuk prekim dot. Pra janë disa kriterë të cilat janë shenja alarmi. Dhe automatikisht këtu ne nuk mund të presim 3 muaj, 6 muaj, 10 muaj, apo po themi procedurat të jenë me hatër e me mik, jo. Ato automatikisht të klasifikohen për këtë trajtimin special, për këtë dedikim që mund të jetë ose me fond të shtetit tonë, por mund të jetë edhe me partneritete. Pra, ajo karta shëndetësore, sot Shqipëria synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, kartat shëndetësore të një shteti funksionon edhe në shtetin tjetër. Kështu duhet të jetë Shqipëria shumë afër dhe duhet ta ketë këtë lloj synimi. Mund të ketë marrëveshje shtetion me spitalet private, kur bëhet fjalë për rastin e fëmijëve, që kostot automatikisht të mbulohen nga të gjitha këto kontribute që hedhim unë, ti dhe gjithë prindrit në Shqipëri, se gjithë punojmë dhe hedhim kontribute. Mund të ketë marrëveshje partneriteti me spitalet si motra në vendet europiane. Pra, për raste specifike, procedura lehtësohet, sepse janë pikërisht këto marrëveshje që janë mbi bazën e vullnetit të mirë. Dhe pastaj janë marrëveshje ku shqiptari mund të çojë mjek atje, pra të mos na ikin dhe mjekët, po ndërkohë kemi edhe mundësinë e trajtimit të fëmijëve.